Në një zhvillim të ri në hetimet për vrasjen e Ilarias Ulës, Nors Marlaps, nëna e 23 vjeçarit Mark Samson, ka pranuar se ka ndihmuar djalin e saj menjëherë pas një ngjarjes tragjike. Sipas deklaratës së saj para hetuesve, ajo ka qenë e pranishme në shtëpi gjatë momentit të sulmit kur djali i saj goditi me thik 22 vjeçaren Ilaria pas një grindje të ndodhur për shkak të një mesazhi në celular. Pas ngjarjes, Nors ka pohuar se ka ndihmuar djalin të pastronte gjurmët e gjakut që ishin shpërndarë në dhomën e gjumit, duke u përpjekur të fshinte çdo shenjë të krimit. Hetuesit pas analizimit të dhënave dyshojnë se ajo mund të ketë patur rol më të madh në fshehjen e trupit të viktimës. Ajo ka pranuar gjithashtu se ka pastruar dhomën e krimit dhe se ka qenë në ndikimin e djalit të saj gjatë gjithë periudhës pas vrasjes. Gjatë marrjes në pyetje, ajo akuzua formalisht për bashkëpunimin në fshehjen e trupit të Ilarias, një akuzë që e ka bërë atë të përballet me pasojat e ligjit. Në të njëjtën kohë, mbrojtësit e Mark Samson po shqyrtojnë mundësinë për të kërkuar një ekspertizë psikiatrike për të vlerësuar gjendjen mendore të tij në momentin e kryerjes së vrasjes. Gjithashtu, hetuesit kanë lënë të hapur mundësinë që të kërkojnë më shumë informacione për pozicionin e babait të Samson, i cili nuk ishte i pranishëm në shtëpi gjatë kohës që u realizua krimi, por që mbetet nën hetim.